Lidhur me ngjarje, nga ana tjetër ka reaguar edhe presidenti i Republikës Bajram Bega, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale ka dënuar ashpër për sulmin i cili sipas tij kishte objektiv presidentin Donald Trump si dhe bashkëshorten e tij. Bega i shkruan në X se sulmet të tilla minojnë demokracinë, teksa shton se në sistemin demokratik mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe jo përmes forcës. E dënoi fuqimisht sulmin armatosur kundër presidentit të SBA-s Donald Trump dhe zonjës së tij të parë Melania Trump gjatë darkës së korespondentëve të Shtëpisë së Bardhë. Në një demokraci, mosmarrëveshjet zgjidhen përmes ideve dhe dialogut, jo forcës, ka shkruar mes të tjerash Bajram Begaj. Vjosa Osmani, presidenti i Kosovës, ka reaguar gjithashtu me solidaritet të madh lidhur me incidentin e ndodhur gjatë darkës së korespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Washington, ku ishin të pranishëm edhe presidenti amerikan Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump. Përmes një postimi në X, ajo theksoi për mbështetje në fakt për SBA-t, duke shprehur keqardhje për ngjarjen si dhe duke vlerësuar reagimin e menjëhershëm të autoriteteve të sigurisë në mbrojtjen e presidentit. Osmani, ndër të tjera, nënvizoi besimin dhe forcën si dhe stabilitetin e institucioneve amerikane, si dhe rolin e SBA-s në ruajtjen e paqes dhe sigurisë globale. Ajo gjithashtu falenderoi shërbimin sekret për ndërhyrjen e shpejtë që siguroi mbrojtjen e të pranishmeve. Shprehim lutjet dhe mbështetjen tonë për presidentin Donald Trump, zonjën e parë Melania Trump dhe qytetarët amerikanë pas ngjarjes së ndodhur mbrëm gjatë darkës së korespondentëve. Ne kemi besim në qëndrueshmërinë e SBA-ve dhe në forcën e institucioneve të saj dhe mbetemi të përkushtuar si partner në avancimin e paqes si dhe sigurisë globale. Vlerësojmë guximin dhe reagimin e shpejtë të shërbimit sekret, i cili siguroi mbrojtjen e presidentit dhe të gjithë të pranishmeve, ka shkruar ajo.